Njani për muslimanëve ose muslimaneve është lut për neve dhe ka thënë qysh e ki zemrën ashtu dhasht Allahut mira. E para musliman po them Allahu e shpërbleft këtë vëlla se motë që është lut për neve kështu. Mirë po du me shtu diçka dhe po du me thënë diçka për shkak se është doa bege shpesh të njerëzit. Domethënë shumë shpesh e përdorin njerëzit. Po them shkurt o musliman, nuk ka musliman i cili e njeh dinin e Allahut Azza wa Jall e që guxon me i thonë amin qësaj doaje. Do me thonë dikush Allahu dhasht mira qysh e ki zemrën, mos gabo me i thonë amin. Mos gabo me i thonë amin. Rujo. Thuj Allahu dhasht mira për rahmetit tina. Allahu Azza wa Jall për i mirësis tina dhasht shumë mira. Allahu të falt, të nimoft, ama mos e lidh qysh e ki zemrën, po shkak se muslimani që e njeh dinin me ja dhon dunjahan, nuk gëzon mi thonë qësaj doaje amin. Po shkak se muslimani në dunja kur nuk gëzon me dëshmu për vetën e vet edhe për zemrën e vet që e ka të mirë. Wallahu alam. Për veti as për kërkan. Ka vdek njëherë njani prej shokëve të Rasulit alayhi salam, edhe u ka një njohur për adhurim. U ka një njohur për adhurim të madh. Për të regoj këtë histori, nështë ma gjanë për me kanë edhe mësim edhe shumësime tjera për kësaj historie. Qa që adhurusi madhe Allahut u kanë, sa që ka lyp mu shkururzu prej martesës, do më thonë, me u bo veç adhurusi Allahut Azza wa Jall, mos me kanë i martum, mos me pas probleme dunjas, ama kështu e ka ndalu Rasuli alayhi salam, e ka thënë jo, ba ato që shë bajune, jo kështu është tradit e tjerve, nuk është tradit e jona. U kanë jashtëzakonisht adhurusi madh, kur ka vdek që kë, Rasulullah alayhi salam për zvdekni e ka puth në ballë, do me thënë, për kësa në mësën që lejohet me puth në balë, të vdekurin. Lejohet me puth. Do të mos sjell si me gjallin. E ka puth për vdekjen në balë Rasuli alayhi salam, Rasulullah alayhi salam. Do të thonë musliman shumë i mirë. Kur ka vdek që kë, njana prej muslimanëve ka thënë, "Lum për ty." Të ka begatu Allahu Azza wa Jall. Të ka dhënë mirësi Allahu Azza wa Jall. Ka fol për ta që ka vdek për këtë sahabiun. E ka një Rasuli alayhi salam i ka thënë, "Wa ma yudriki." Që të ka ba ty me dit, ka heditet të që Allahu i ka dhanë mirësi. Ka thonë kjo, sahabike, kjo e cila karnu në kohët Rasulit a.s. ka thonë, ja Rasulullah, kanë, në të kuptimin, nëse qëtina, si ka dhanë Allahu Azza wa Jall mirësi, kojna, në të kuptimin, adhurus shumë i madhë. Ka thonë Muhammed a.s. ka thonë, e sa i përket këtinave që ka ardhë vdekja, i ka ardhë bindja e plot në Allahun Azza wa Jall. E nuk menojmë për ta veç se hajrë, ama me dëshmu, ka thonë Muhammedi a.s. Unë jam Rasulullah, e nuk e di që ka me ba Allahu me muë, ka thonë Muhammedi a.s. Unë jam Rasulullah, e nuk e di që ka me ba Allahu me muë. Rasulullah, e nuk e di që ka me ba Allahu me muë, e unë e ti me dëshmu që na e kem zemrën e pasht, edhe Allahu në dhash që që kem zemrën kur, mos e thuj amin, kësaj doaje. Thuj amin gjdo doas që thot, Allahu të falt, Allahu të nimoft, Allahu të zoft, Allahu të drejtoft, Allahu të mësoft, Allahu me në nima, kësaj në pa. Ama jo që që ki zemrën kësaj, kur mos e thuj amin, për kur kanë, as për vete. Allahu në i pastrof zemrat tona. Thot Allahu Azza wa Jall, "Wala tuzakku anfusakum." Mos e pastroni vetën e ju, me thonë, unë s'jam i fajshëm, unë s'kam faje. Huwa a'lamu biman ittaqa. Ai Allahu e din kush është i devotshëm. Allah na vao për muslimanët mirë. Ma ban Allah, nuk e kam mënyrë personale me ty, e kam mënyrë përgjithshme për sqarim lidhje me këtë doa, Allah na falt.